Jam në studio me Nart Ndokën, kryetari i Partisë Demokristiane, gjithashtu ish ministër i shëndetësisë dhe shumë karrierë gjatë në politikë. Sa vite u bën? Po që në 90-ën jam themelues i Partisë Demokratike, pra që në hapat e parë, jam në emrat e parë që kam marrë pjesë në themelimin e Partisë Demokratike për degën e Shkodrës. Kam qenë antar i kryesisë asaj partie për disa kohë, pastaj kryetari i një grup seksionit. Pra, pjesën e fillimit, startin e kam tek Partia Demokratike. Partia Demokratike. Po pse Partia Demokristiane? Pse këtë emër? Pastaj unë gjithmonë kam tentuar lirinë në politikë, kjo ka qenë në një farë mënyrë edhe ADN-ja politike. Në 96-ën për herë të parë kam pas një lloj divorcit me Partinë Demokratike, kam kandiduar për kryetar bashkiet në Vaudës, ku unë aty mbuloja si zonë dhe jetoja. Dhe kam pas për herë të parë ka qenë një rezultat spektakolar, mund të them edhe në aspektin e pluralizmit, një votë ndryshi që atëherë kam besuar që vota më të vërtetë është e lirë, qytetarët të votojnë dhe të besojnë kur ato e të shohin që alternativë dhe kam fituar 72% përballë dy partive, edhe përballë Partisë Demokratike, edhe përballë Partisë Socialiste. Pra, e kam si etalon që i kam rraf dy partitë së bashku. Mirë, ja ke bërë. Që kështu që aty kam pas një lloj rritit në aspektin politik, por kam kuptuar që qytetarët të votojnë kur ju shërben me ndëshmëri, kur je zëri i tyre, kur nuk i paraqikon për bindjet, kam marrë edhe vota, kuptohet edhe nga majta, se ishte një rezultat spektakolar. Po diskutim që shumica votave ishin djatha, por pata një mbështetje edhe nga majta, e cila ishte surprizë, nuk e pritësha. Ishte një garë, një garë lokale me disa kandidatë. Se ndoka me që jemi në një periudhë pasgjedhore, ju përmendët alternativat. Kur qytetarët kanë alternativa, ata votojnë edhe e kthejnë rezultatin bindshëm. A kanë sot qytetarët alternativa? Për fatin e keq ka një sistem zgjedhor të cilin e kam kundërshtuar deri në grevëri dhe kam drejtën edhe morale që të flas sot për të, është një sistem problematik, për faktin që ka alternativa, që të jem krejtje sinqert. Pra, nëse flasim për alternativë, Partia Demokratike, opozita ndërsi, pati alternativë kësaj rrallë, ndryshën ndoshta për 30 vite pluralizëm. Madje nuk kishte qytetar shqiptar që nuk mund ta votonte opozitën për atë alternativë që pati. Duke filluar me nivelin e taksave që do të ishin tulta, me çmimin e energjisë elektrike, pra programi ishte një alternativë i prekshëm, i dukshëm, i besueshëm. Pra ishte me të vërtet nuk ishin deklarime fluturake që bëhen shpesh herë. Ka qenë, më fal se më kujtohet. Ka qenë, më duket se Ferdinand Xhaferi dikur bëre një deklaratë shumë çuditshme. Do sjell diellin tha, edhe ndarë. Kujtohet? Po e kujtoj, Xhaferin e kam mik, ishte më tepër një lapsus që edhe bën nëpër fushata elektorale. Po këtë herë programi ishte edhe i besueshëm, po edhe ishte i mundshëm, që edhe mund të ndoste. Po diskutojmë që nëse flasim edhe për çfarë përfitonte një qytetar nga një llogaritje e përafërt që është bërë. Pra, çdo qytetar i Republikës Shqipërisë, nëse do të ishte e djatha në pushtet, do të sjellte ekonomisë familjes tij rreth 15.000 euro. Pra, do të kishim taksa me pak për rrugën, që ishin 2 taksa që do të hishin për traun që i vendosi në mënyrë arbitrare Edvin Rama, që nuk ishin pak, do të kishte çmimin e nafsës më të ulët në rajon, dhe kjo do të ndodhte që në 3 muaj orin e parë, dhe kjo do të thënë për çdo qytetar që do të kishte më tepër në lek në xhep dhe për ekonominë e tij familjare. Pastaj çmimi i nafs ndikon gjithanej, që kemi thënë që rritja e çmimit nafs ja bën naftën të gjithave zinxhir. Kështu që vetëm nëse marr vetëm këto element, pastaj pa rritjen e pensioneve, pa minimumin jetik që ishte hera parë që deklaroi dhe merre një përgjegjësi, pa mbështetjen e biznesit, pra ishin shumë gjëra programore
të cilën një parti politike thot për herë të parë qartasi, të prekshme, të argumentuar. Dhe ka pas shumë konsulenca edhe, kanë qenë gjëra që ishin konsultuar më përpara pa dhe me diskutim, kjo ishte veçantë, kjo ishte veçanta pra, që nuk ishin deklarime që delte lideri i opozitës dhe i thonte, por ishin produkt i departamenteve, ishin produkt i konsultave, i logjikës, i faturave që ato do të kishin. Pastaj ishte edhe rëndësishme që për hir të realitetit zoti Berisha ka mjaft defekte, por pjesën e besueshmërisë ka pas të lartë. Pra një politikan që thot për diçka e mban fjalën në raport me qytetarët. Nuk mund kishin hamendësim qytetarët që a do ta mande fjalën Sali Berisha për heqjen e taksave të rrugës, për 2 traut që janë vendosur në mënyrë arbitrare, që jam i vetëdijshëm dhe shumë i sigurt që do ta bënte çet ditën e dytë të fillimit punës. Ndryshe kur e thot një politikan i ri, që nuk është provuar, që nuk ka standardet e besueshmërisë, që nuk ka mundësi për me i realizohu, ndryshe kur i thot lider i opozitës. Një gjë që më pëlqeu nga programi ishte paketa që ishte pro familjes. Pra, për fëmijët që do vinin në jetë, mbështetja që do t'i jepte qeveria me anë të programit. Kjo ishte shumë interesante, për herë para dhe Partia Demokratike kthehet tek pjesa vet, tek shtrati vet politik, tek pjesa konservatore, te besimi në Zot, tek familja. Ne po spatem një familje të shëndosht, të mbështetur edhe nga ana financiare, por në çdo element të saj nuk do të kemi një shtet, nuk do të kemi një shoqëri të civilizuar. Madje kur po vija këto, lexova një lajm që Koreja e Jugut jepte rreth $35,000 për një çift që vendosin të martonin, pra të ndërtojnë një jetë, dhe kjo ishte më të vërtetë diçka shumë interesante. Imagjinoje problematikën që ka Shqipëria sot, kur njerëzit hezitojnë edhe nëse kanë një lidhje, edhe nëse kanë dashuri, një çift e ka shumë vështirë që të marrin një hap që ta ndërtojnë jetën. Dhe pa diskutim që politikat e opozitës ishin të fokusuara në këtë drejtim, do të perfeksionoshin edhe në të ardhmen për faktin që çdo çift që do të kishte edhe fëmijë, kishte një lloj vëmendje të jashtëzakonshme. Kjo ishte një luftë kundër shpopullimit, që një lloj forme. Politikat do të ndërtojnë pra një lloj agjende programore, jo thjesht demagogji. Rama e ka ndërtuar në mënyrë qëllimshme. Pra, jo ka nxjerr jetën qytetarëve për t'i detyruar ato të largohen. Pra, ky ka bërë me vetdije. Dhe kjo është drama më e madhe. Imagjinoje që një politikan mendon që si t'i largojnë ato, sidomos bastionet e opozitës. Dhe pastaj kërkon votën e diasporës. Pastaj kërkon dhe i mashtron, i oblen, të dërson edhe votën e diasporës. Pra, kjo është një mendje e rrezikshme, mund të them, për vendin, për kombin në tërësi. Jemi përballë një junte, jemi përballë një realitetit të shtues kur e mendon, por gjithmonë nuk është fajin tek qytetarët që ne vendosim fajin tek qytetari, as kur e shet votën, pse është një situatë alarmante, mirërimit, varfëriet. Pra ky ka pas me një agjendë, opozita duhet merret gjitha masat. Nuk është justifikim sot që thot na i bleu dhe na i volli zgjedhjet. Dije ky realitet, opozita nuk do të hynte në zgjedhje pa një qeveri teknike. Opozita nuk do të hynte në zgjedhje me Ramën kryeministër, që dihet për pjesa e tij, se Shqipëria është aq e vogël sa kur i detyron me mirë familjet braktisin vendin, manat kontingjent që është i majt në të mirë dhe në keq, për fatin e keq ka një ADN komunistash që nuk ndryshojnë, sado që ti je me ofertë politike, sado që je me program. Kjo është pjesë e trashëgimisë komuniste, kjo është çështje e mentalitetit dhe e ke shumë vështirë kur edhe qeverisja përdor çdo lloj mekanizmit, ju dha 2 paga bonus pensionistave, kuptohet që është një moshë që ti nëse jep diçka përpara zgjedhjeve, plaku është si fëmia, pra në një farë mënyrë e ndryshon mendimin edhe në javën e fundit. Kështu që ky përdor gjitha këto mekanizma. Fali dhe gjobat? Fali gjobat me miliona, pavarësisht se tash këto i kanë mikorriz, se 6.000 gjoba vetëm brenda një dite, por ky i fali, pra i gjobiti me dhunën e shtetit ti,
për vite më radhë dhe i fali 2-3 ditë përpara zgjedhjeve. Edhe kjo është shkelje kushtetuese, kjo është shkelje e kodit zgjedhor, kjo është diskriminim i votës, pabarazi e theksuar. Pastaj rritin në mënyrë artificiale numrin e administratës. Ka futur me mira vende hapi. Ndërkohë që po digitalizohen. Pra me taksat tona ky blen votët. Edhe kjo është një problem shumë i madh. Dhe opozita i din të këto. Prandaj unë jam kritik sot. Kam qenë kritik edhe përpara, por sot jemi përballë faktit kryer dhe është mirë që të flasim, që për fatin e keq tashmë Partia Demokratike është kthyer një parti bunker, nuk ka mendim ndryshe, madje nuk ka mendim fare tashmë tek ajo parti se të tillë u bërë edhe kodi zgjedhor me listra të mbyllura, që është vullneti dhe dëshira e kujtarit që kush do të jenë ato, po kjo dëmton që në rënd demokracinë e një partie politike. Edhe nëse bëjnë një lidhje, se harrova të pyetja e parë që u zgjatëm, sepse unë të Partia Demokraciane, se kam më tepër liri, që e kuptoj se te ajo parti është rreshti, është diktati, që e kam provuar, kam qenë deputet i asaj partie, jam votuar në majoritar edhe si deputet i qarkut Shkodrës dhe kam pas një fitore goxha spektakolare. Kështu që Partia Demokratike ka problemet e veta, du ta pranojmë edhe këtë realitet. Ka shumë probleme në fakt, se ndryshe nuk do ishim këtu ku jemi, është larguar një përqindje shumë e lartë e popullsisë nga vendi, shumë të rinj duan të largohen ende nga Shqipëria, po ne do ndalemi te gjërat e bukura. Do flasim për familjen tani, se ne e prekëm pak a shumë familjen. Apo tronditen themelet e familjes shqiptare? Po diskutim që po tronditen, edhe po tronditeshin në rënd, mund thoja, për faktin që pjesa globale e majtistave kishte bërë një punë, pra këto Sorosi, këto OIF-t, këto LGBT-t, të cilat ishin gjithanej prezent, që shteti i jepte atyre privilegjeve, nëse ishi i regjistruar në LGBT, s'ka rëndësi gjendja ekonomike si kishe apo familjare, por kishe e përsi, një gjë që këtu nuk kishte diskriminim, askush nuk e diskriminon të tjetrin për orientimin e tij seksual. Kështu që në këtë aspekt kjo u fut si një lloj standardit, më turpshme ishte kur ambasadorët e vendeve tona dilin dhe i promovonin to antivlera. Ambasada e Amerikës e vendoste edhe flamurin për krah e flamurit të vet. Por fati e deshi që Trump, konservatorët në Amerikë, fituan dhe kjo po ndryshon botën, që do të jemi qartë, kjo do të ketë një kim. Ne jemi vendet vogla dhe na i injektojnë atë kulturë. Madje ne kemi akoma një ambasador të Bashkimit Evropian, ku aspirojmë që të futemi. Doli dhe deklaroi pa pikën e turpit një vend konservator si Shqipëria, që ne kemi paktën pjesën e traditës, nuk në intereson kuj se kush është burri i ambasadorit ton. Kjo është fare e parancishme për shqiptarët. Ne na intereson vleret e Evropës, ajo familje që ne pretendojmë që të futemi, dhe këto pa diskutim që kanë krijuar probleme për familjen tonë, tradicionale, një shturje, mund të them, një arrogancë tek institucionet, është rritur numri i divorceve, shohim sot gjithanej në për rrugë të ri që i manifestojnë këto, i duken si trendi, pra nuk i kuptojnë se ku futen rrezikun që i ndodh familjes shqiptare, shoqërisë në tërësi. Kështu që rikthimi këtyre vlerave edhe tek Partia Demokratike ishte pozitive, por edhe tek ajo globale. Kjo është shumë e rëndësishme, pra që sot SBA është e qartë, madje Trumpi që në hapet e parë vendosi që flamuri LGBT-s nuk do të jetë për krah flamurit amerikan dhe nuk do të ishte pak, disa institucione vendosi sanksione edhe për ushtrinë, që nuk do të jenë ato personazhe që në ushtri shkohet me ushtërvit. Në aspektin për flamurin e kombit, por jo me stërvit veten, për veset për deviancat që i ndër gjatë rrugës. Me që jemi të ushtria, çfarë mendon për sistemin ushtarak në Shqipëri? A duhet vendosur sërish? Të them të drejtën, unë mendoj që po. Ju keni bërë ushtri apo jo? Po, për fatin e mirë po. Pse e them të? Ne jemi një vend i nadhës sot, e para nuk kemi kapacitete fare,
Kemi disa kaptera që paguan me taksat tona por kot, marrin pjesë në këto ekspeditat që i dërgojnë në për vende tjera, por jo që janë një forcë reale. Madje kryeministri i kes përdor ato që kemi parë shpesh dalin edhe pastrojnë edhe shishet e hedhura, motorinat. Jo, i kemi parë në hidrocentralin e Firës, jo në për plazhe, pra kjo është edhe një skandal në vete, edhe atë që kemi e kes përdorim. Pra, nuk them në aspektin e mbrojtjes, se ne jemi një vend i vogël dhe e kemi shumë vështirë që të mbrojmë veten tonë pa aleat. Është fat i madh që jemi antar i vendit, jemi antar të NATO-s. Kjo është një arritje e Partisë Demokratike dhe e ka meritën zoti Berisha, pra Rama për fatin e kësaj nuk ka asnjë lloj merite në aspektin e integrimit tonë euroatlantik, përkundazi e ka penguar me kohë. Pse jam kundër që ne të kemi një ushtri fasad. Pra ne të kemi një ushtri që vendos disa standarde reale, disa norma. Pse do të ishte e mirë që njëri të përballej. Është shumë interesante, është pjesa që i ri kalon nga adoleshenca dhe piqet, është pjesa më e rrezikshme. Kur njëri ka ato tekat e moshës që të merr përpara, kur ato refuzojnë edhe prindit që të binden, pra mund të përfunojnë edhe në shoqëri të keqe, dhe është pjesa më e rrezikshme që ne i shohim gjithandej. Pra këtu jetojmë në Tiranë. Unë shoh adoleshent që flasin me një fjalor të pjesë me njëri tjetrin, nuk e kanë fare problem që ti kalon dhe e dëgjon fjalorin e tyre djemë dhe vajza, dhe kjo është e frikshme. Dhe atëherë ndërtohen politika, cilat janë politika? Një prej këtyre është shërbimi i detyrueshëm ushtarak. Qoftë edhe 1 vjeçar, që atë jenë moshën më të mirë që ti merr një edukohesh, zgjohesh në orën 5:30 mëngjesit në mënyrë detyrueshme me burina në zëshën dikur, rregullon kravatin tënd dhe ke një kohë limit që ta rregullosh për 3 minuta, e kishim në atë kohë që kravati do të ishte zgjidhur. Për 3 minuta. Pa diskutim, bile mos harrej, mos ishte edhe më pak, po se kanë kalu vite, po asnjë duke 3 minuta, dhe kishin një kontroll, nëse se ke kuadratin mirë që batania, çarçafi, steku që do të dilte përpara ta prishte edhe një herë dhe detyronte që ti ta rregulloje sërish, pra të edukon. Kjo ishte kryesorja, ti e kupton, dhe ajo edukat më ka shoqëruar. Që në momentin që unë ngrisha nga gjumi, nuk prisha që të më rregullonte nana ime kravatin, po rregulloje vetë. Pse se ishte një edukat që e mora në ushtri. Pastaj vazhdon akoma zotin Doka e rregullon kravatin? Po diskutim që të krijon ajo të bëhet ADN, duket si rutinë, pjesë e përditshmërisë. Nuk diskutohet kjo, nuk mund ta marrësh ti vetvetiu. Pra, ose do ta marrësh me familjen, me doza të vogla, ti ke atë pjesën që me një stande, që këto do t'i bëjnë mamaja, ke shthurin e moshës, pra nëse ti nuk ke një mundësi edukimi, që për fatin e keq kjo ka humbur në shkollë, pra shkolla joni ka humbur këto vlera edukuese, por këto merren edhe në ushtri, nuk merren edhe në shkollë. Pra ushtria t'jep disa lloj standarde, t'jep edhe pjesën e fizikut, pra ne kishna detyruar mos i rregullonim kravatin në temperatura minus, në të nxehtë, në shi, ti ishe i detyruar që të delsh nga mesi sipër lagurisë. Pra ecje të detyrueshëm 1 gjysmë ore në rresht për një me shumë pak nasi, a ke parasysh që deli jashtë ishin temperatura minus, por mosha re e merri veten dhe me kalimin e kohës ta kërkon të ishte domosdoshmëri. Unë edhe mos i kam marrë ushtrin, e kam vazhduar këtë pjesën e sportit, të ecjes, të zimit, pra janë rregullat ti e fiton, krijon një lloj ADN-et, krijon një mbrojtje edhe imune ndaj vetes, ndaj gripit, ndaj sëmundjeve, krahas disiplinës që e mëson atë. Nëse sot ne kemi njëri që zgjohet nga gjumi në orën 11, rrin edhe 2 orë poshtë batanijeve me celular në dorë dhe nga ora 3 del nga shtëpia. Pra, nëse e merr një edukat në ushtri, ti nuk mund të qëndrosh. Pra, edhe nëse nuk je i integruar. Kështu që ushtria edhe në këtë drejtim, pa diskutim që ka vlera, unë e shoh më tepër në aspektin edukues, e ripërsisht e jo të mbrojtjes.
se pavarësisht ne do ta kemi edhe mbrojtjen tonë. Po të paktën aty armë të mëson si ti përdorësh apo jo. Po çdo gjë nuk është vetëm ajo. Pra, është pjesa e një edukimit, është pjesa e një kulturit, është pjesa e një standardi që ti vendos me veten. Dhe nuk mund ta vendosësh vetë nëse ti nuk je në urdhrat e një provorit. Ai të ndëshkon, jo si prindi kritikon, por nuk ndëshkon, kurse ai komandanti të ndëshkon me masa, ta prish shkërvatin, nëse ti je i fundit në rresht, detyron edhe një gjysmë ore tjetër plus që do të bësh do thesish, pra ka disa gjëra interesante për këtë Shumë interesante. Ne shpresojmë shumë që të kthehet sërish sistemi ushtarak në Shqipëri, si do i shërbente shumë brezit të ri. Janë vende që e kanë këtë model, po diskutojnë Gjermania që ta rikthejnë. Izraeli bëjnë ushtri edhe femrat. Unë kam pas rastin që t'jem në Izrael dhe shumica ushtarëve ishin femra. Unë atëherë në Analonis ishte në kushtet e pasigurisë, në luftë si sot, ishte përpara, po kishte një lloj pasigurie dhe gjithanej kishte postobloqe. Dhe femrat e drejtonin postobllokun, femrat kontrollonin, femrat jepshin urdhra. Pra ishin me grada, ishin jashtë maset prezente në pjesën e ushtrisë. Me që jemi të disiplina, ju jeni baba e 3 djemve dhe një vajze. Po, jam tamam. Jeni dhe gjysh. Jam tamam konservator në këtë gjë. Sa i rrept keni qenë juve? Tash fëmijët janë të rritur, po kur ata kanë qenë në këtë moshën e adoleshencës, çfarë babai ka qenë Art Ndoka? Por fat mirë kam qenë një baba tolerant. Pavarësisht si kam vendos ato rregullat, standardet me takt. Pra, si ai komandanti, e kam marrë atë edukatën time që e mora nëpërmjet komandantit, jam përpjekur në një formë tjetër, kuptohet më tolerante, më bashkëpunuese, duke i parë më tepër si shok, se sa si fëmijë, prindi do të jetë shumë i kujdesshëm, në mosha të ndryshme, me tipe, me karaktere. Unë kam 3 djem dhe një vajza është më e madhja, ka qenë fat për to që ishte ajo i drejtonte, i orientonte, i këshillonte ato, se ndryshe ato komunikojnë njëri me tjetrin dhe ndryshe është autoriteti i prindërit. Por kam arritur që t'i fus në rrugë të mbar, fëmijët mi kanë punu që në adoleshencë, pra që 14 vjeç, përveç shkollës, ato janë... Edhe punonin. Po diskutim që kanë punu, madje disa u habitëshin që edhe i ndeshin në punë të ndryshme. Pra nuk është se unë kam tentuar që t'ju siguroj atyre, atë ku kanë gjetë vetë, kanë shku, kanë punu kamajera, banakera, kanë shërby, kanë la gota, pjata dhe se kisha fare problem që ato bënin atë punë, unë jo që jo, po edhe ato vetë që kryuan kulturën, edukimin dhe kjo i shoqëroj, ato që të vogël kanë tentuar lërinë e tyre, kanë jetuar jashtë Shqipërisë, megjithëse unë isha politikan, kam qenë ministër, kam pas mundësi, nuk e kam përdorur asnjëherë pjesën e pushtetit tim dhe as më kanë kërkuar për fatin e mirë edhe fëmia që ne i shohim shpesh rëndom, djali filan deputetit, Rafi policin, mos e për drejtor, pra goditi policin e bën qelluan me armë atje, është drejtori i kësaj që pas edhe një lloj mërite, kurse këto kanë tentuar edhe kanë ndërtuar jetën e tyre edhe jashtë Shqipërisë dhe kjo më ka dhënë një lloj kënaqësie se aty matet njeriu. Pra, madje përpara disa viteve, njëri prej çunave të mirë është në Malt, punon është menaxher i një rrjeteve të hoteleve që e ka filluar karrierën e tij nga recepcioni, shkallë, aty kur ke aftësi ta japin vetë mundsinë. Edhe i tham, isha një vizitë madje, shfrytëzova një vizitë zyrtare që unë edhe me këtë rast takoja edhe fëmijët e mi, edhe i tham ti, të vi tek hoteli, të takoj shefin tënd, prezantohem, njohin që je njëri që ke edhe prindër. Tham, nëse ke kohë, hajde, por
kjo nuk funksionon. Nuk ndikon fare. Nuk për njëri se kush është baba, çfarë punon baba, edhe nga vjen. Punon edhe ende të kesh. Edhe kjo ndryshe nga këtu. Kjo të paktën është mjaft interesante. Pra, edhe fëmijët pa e pasur, të jemi sinqert, unë i kam pas mundësi që ato edhe të jetojnë, edhe të punojnë në Shqipëri, por kanë zgjedhur vetë ta ndërtojnë jetën e tyre. Nuk kanë dashur të përzihen. Mund të thojmë në realitet që tashti mundem djali i vogël, i cili nuk është i vogël, se është 30 vjeçë, tentoj përtej asaj, megjithëse ishte në Maltë, se Malta është një vend i vogël, kur e shonte si një njeri, megjithëse kishin 7-8 vite që kishin punuar, nuk ishte akoma makinë, jetonte me një shtëpi me qira dhe thonte se kjo është ajo që t'jep Evropa, edhe tentoj Amerikën. Edhe aplikoj në ambasadën amerikane në Malë për vizë, për fatin e keq ajo ambasadë refuzoi. Edhe pjesa e refuzimit ishte disi pak edhe turpshme që unë kisha mbështet në gradë në Shqipëri, pra baba jot kam mbështet një politikan i cili është në gradë nga ne. Edhe por djali im ishte i vendosur, kishte një lloj konsulte me mua për vendimarrje, ishte madhe, nuk e miratova për realitetit, dhe për 2 javë ai ka zgjedhur rrugë ilegale, duke vendosur jetën në rrezik për të kapur ëndrrën e tij. Imagjinoni një prim se sa siklete kisha unë kur ai kalonte në vendje se sot janë edhe në luftë, edhe në rrezik. Ato vende që janë kufi, Meksika, Guatemala, me njerëz që kanë humbur edhe jetën, edhe i tham Mario, është rrezikshme, nuk ke ndonjë arsye. Do ta preku patjetër Amerikën. E kishte vendosur qëllim vetes. Mas asaj me ato copat e videove që edhe telefonat shpeshherë ato që i kalonin nga cepi e grumullonin, dhe ka një montazh atyre viteve, por arriti në një farë mënyrë duke shkel ligjin, që kjo nuk ishte e mirë, nuk ishte oportune, nuk e kam asnjëherë nuk e kam injektuar një gjë të tillë, përkundërse respektin e ligjit ka qenë maksimal, por sot ai është në Amerikë. Si shumë të rinj tjerë zotin Ndoka. Proces sipas rregullave që ka ai shtet, ka punuar që ditën e dytë që e ka shkelur atë tokë për fatin që kishte lidhje, kishte shok, kishte njerëzit e tij të cilët në një farë mënyrë edhe kishin njohur që ai të arrinte deri aty, por Amerika ka një standard tjetër që ai për 5-6 muaj ka makinën e tij, ka shtëpinë e tij, jo të blerë, kuptohet, me qira, po e ka të veten në një kohë që ai aty jetonte me disa shok për ndarë qiran. Pra, kjo është ajo që prindi ka dorë, që ti edukojnë fëmijët që të jenë vetvetja dhe të ecën vetë. Pastaj jeta përplas edhe me probleme. Unë kam pas fat të paktën që deri tashti kam dëgjuar vetëm fjalë të mira dhe ndjeje mirë. Je krenar për. Nuk kanë krijuar probleme në asnjë lloj mënyre, nuk kanë persona që kanë kërkuar tek babai, dhe kjo është pozitive. Por vazhdojnë jetën e tyre, për fatin e mirë, s'kan pas nevojë që ka shumë familje në Shqipëri që mbahen akoma nga emigracioni. Po, nga remitancat, e vërtet. Ju jetoni me bashkëshorten? Po, unë jetoj me bashkëshorten time. Goca është e madhe, është e martuar. Kemi një mez dhe një nip që rriten, që në mushin edhe ne me jetë. Kjo është pjesa e brezave. Pra, rriten fëmija, ne merremi prapë me fëmijët e tyre. Stafetë është kjo. Po. Me bashkëshorten, duhet të më kujtoni pak ato vështirësitë, ato sfidat e fillimit, se edhe pse keni qenë pjesë e politikës shqiptare, nuk besoj se jeta ka qenë e thjeshtë. Pa diskutim që jo, për faktin që unë jam martuar pak para 90, pra e kam përjetuar edhe atë regjim komunist, me ato problemet e veta, me atë pjesën ekonomike problematike që ka pasaj sistem. Keni qëndruar ndonjëherë në radhë? Siç qëndronin atëherë? Kam qëndruar, thot. Si s'kam qëndruar? Ku kishte aty pa radhë? Aty
qëndroje 2 orë në radhë për bukën. Pra komunizmi, ky komunizmi i Edwin Rams, e kishte llogarisë edhe ky, deri te buka e ka llogari që interesat gjithë secili thotë duhet më shku te buka, ai patronazhisti, ai administratë, thotë buka, gjithë për nuk është buka thatë, atëherë ishte thjesht buka tamam. Tash është ekonomia e familjes, nuk mund të jesh ndryshe. Atëherë kishte fiks me bukën. Unë ne ishim 7 vetë në familje, kisha 2 prindit edhe gjyshen, edhe 4 fëmijë. Merrim 2 bukë e gjys në atë kohë. Pra 2 bukë e gjys ishte 700 gram për familje, ku din se sa i takonte me kile, por kur e llogarit 2 bukë e gjys ishin 100 lek në ditë, bukë. Kur babai im marrte besoj 200 lek në ditë, ishte rroga që ishte një rrugë e mirë. Pra 100 lek ne unë shkoja atje, zinja radhën, vinte buka me vones, 3 orë, 4 orë, ti dyshishin në rallë, 50 vetë në rallë, u shtyshin, u rrifshim për me marrë bukën, dhe aty fillonte, pastaj ishte ralla për ushqimet, vinin ushqimet një herë në muaj, që kishe, se tash i kanë kaluar edhe vite, 1 kile djathë, besoj, 2 kile sheqer, 1 kile vaj. Si 1 kile djathë në muaj? Po, 1 kile djathë që e prishe një fetë të hollë, vendoshë haje bukë djathë dhe një domate, u pëshqilte me atë gazetën e partisë, zërit popullit dhe shkojë në punë. Dhe punoj 8 orë me një fetë bukë, me pak djathë ishte vetëm sa me një gjushin e kryps, po jo me ushqimin. Pra, ky është sistemi komunist që ka nostalgji akoma sot. Pra rallë të shoqëronin gjitha ne. Nuk ishte vetëm se të buka ishte kryesorja, se pa bukë, po ndodhën e herë që buka vite edhe në orën 9 të darkës. Se gjithë ditën rrinit pa bukë? Po diskutim që ishte deri në orën, ti shkoje prej në orën 2, edhe ajo vite deri në orën darkës, se ishte furra që do të furnizonte të gjithë rrethin e Shkodrës, probleme, herë kishte ujë furra, s'kishte ujë, s'kishte drita. Edhe aty nuk mund të shaje, se po të shaje, pastaj futesh në sherr me shtetin. Atë të fusin burg pasha, jo që ai që e bënte gabimin edhe fliste, i piketonin ato. Unë kam pas edhe unë fatin e keq, jo personal, por kam pas njerëz që mi dënuar politikisht, gjitha ne. Kam pas gjajën dënuar politikisht, njerëz që të afër dënuar nga politika pikërisht për kësaj që shprehin shqetësime, që ne e dim për politikë të madhe, po thoshin buka është e keqe, sa dhe këtë bukë që e marrnim. Po, dhe ajo qëllon. Kishte zezë, kishte me gurkë, ishte me vishin copat e grurit. Pra, ti shpreh një pak nësi si ishte reale, u hante e bukë, po ishte detyruar për me harë, edhe këtë nuk e kishim. Edhe thojë çfarë është kjo bukë kështu, hapte dikush gjerta atë edhe për kësaj kanë bërë shumë. Se nga kjo më erdhi një pyetje tjetër në mendje. Sa larg jemi atij sistemi? Sa larg jemi? Tash do të jemi sinqer, gjërat kanë ndryshuar. Pra, kush i ka ndryshuar? Për fatin e keq nuk i ka ndryshuar politika. I kanë ndryshuar njerëzit, biznesi, iniciativa lirë. Shqiptarët janë një natyrë që tentojnë, sakrifikojnë. Pra ka një ndryshim të realitetit drastik për pak vite, por jo nga politika. Pra nga vizioni i tyre, nga njerëz që kanë shku jashtë, kanë marrë ato modele dhe janë këtu i kanë bërë edhe më mirë në Shqipëri, edhe kjo vret gjithanej. Pra edhe një tonë që vinë, sot gatimi është më mirë në Shqipëri se në Itali. Një kohë që ne kemi mësuar në Itali atë pjesën e gatimit. Njerëz kanë ardhur nëpër janë rikthyer për shembull dhe kanë bërë histori suksesit, por edhe biznesmenët tonë. Pra, biznesi ka dhënë zhvillim këtij vendit. Çfarë ka bërë Edi Rama? Edi Rama ka prish strukturën e biznesit për fatin e keq. Pra, nëse djatha kishte një barazi edhe do të arrinte ta vendoste, ky sot ka 7-8 oligark maksimali i ka përqendruar në këto emra që kuptohet tash ky prapa tyre. Dhe ato e ndajnë me pikatore për tjerët. Dhe kjo ka dëmtuar vendin, ka dëmtuar ekonominë, ka dëmtuar rregullat, edhe është një problem shumë i madh edhe për ekonominë e shqiptarëve. Se kjo është kriza. Se nëse biznesi ec përpara, gjeneron, e ka shtetin partner dhe jo gjandar,
për ta penguar atë, për ta taksuar, për t'i marrë para rishfet për çdo lloj shërbimi që ato kërkojnë, kuptohet që ti do të kesh një ekonomi problematike. Ai biznes do ta ketë rrogën më të vogël për punëtorët e tij. Ai biznes do të përpiqet që të ketë një pjesë tyre nxez për faktin që është në kushtet e falimentit dhe të mbijetesë. Tash të kthehemi prapë tek familja se më shmanga të pyetjen për bashkëshorten. Tash ja ndihmon bashkëshorten punë të shtëpisë apo jo? Nuk e shmanga, po pati tema. Pati tema dhe nën tema. Se ja tham nga herë kur nga smaj kështu, se më përgjithësi gratë kanë ato kritikat e veta në kështu. I tham mos fol se jam i vetmi politikan që kam vetëm një gru. Që tjerët kanë 2 dhe më shumë. Fakti kemi dëgjuar ca histori, po e ndihmon gruan në punët e shtëpisë. Pa diskutim, unë kam pas një njojë, pra jemi rrit bashk. Gruaja ka qenë 2 vite me vogël son, por jemi në një shkollë, në një lagje, në një vend, pra ja njohim të gjitha edhe të mirët edhe defektet njëri tjetrit dhe e kam pas fat, që unë e tham ndajherë edhe kështu si me shaka, bashkëshorti, është punë shortit, si ta ke shortit, tenton njeriu sa do e njeh atje vjeta të vendos me përballje, nuk i ke shortin e mirë dhe gjërat ndan. Unë kam pas fat, kam pas shortin e mirë dhe e kam pas në krah, si për edukimin e fëmijëve, si për familjen, si për marrëdhëniet me prindërit e mi. Pra jemi një familje edhe për te asaj të voglës tonës, edhe ajo familja madhe që përfshihen edhe njerëzit e afërt vllajt dhe pjesa tjetër, që kur në historinë tonë plurale në 30 vite që vllai me vlla ka sa fytyn, nuk kemi pas as edhe një lloj problemi, dhe kemi qenë një familje që kemi pas prona, kemi pas mundësi dhe gjithmonë lindin konflikte. Për fatin e mirë kjo nuk ka ndodhur edhe fal edhe për edukimit ton që kemi marrë, por edhe për faktin që kemi pas fat edhe me bashkëshortet tona, se gratë i fusin ato intrikat. Nerd, qa do i thoje një triut si unë që ka një sipërmarrje të vogël të veten, edhe thotë që çam duhet mu, unë s'kam besim të politika. Unë ndryshimin e baj vet, a duhet shqetësohem unë për politikën apo shoh punët e mia? Gjermani ka një shprehje, thonë që ai njeri që ka një problem trupor, pra me dorën, me kamën, do të punojë në administratë. Një njeri që është në rregull, një njeri që ka mendjen në rregull, formimin në rregull, mundësitë, pa diskutim që do ta provojnë sipërmarrjen. Për fatin e keq, tu nuk ka pas politika promovuese, ndihmuese në Shqipëri, si ka në vendet e tjera, dhe për te kësaj, shteti jo vetëm që nuk të ndihmon, por edhe të penalizon që në hapat e para, nëse ti ke bindje ndryshe prej tyre, nëse s'ke një mbështetje, nëse s'ke afër të fortin e lagjes, por gjithsesi ekzistojnë gjithmonë mundësitë për ta provuar, edhe nëse njeriu dështon herën e parë do të tentojnë prap. Unë kam provuar biznesin edhe për vetëm gjë që kam peng, që në kohën e venimarrës time zgjodha politikën dhe lash biznesin dhe asnjëherë nuk i përziva edhe gjatë rrugës. Pra jam në vetëm politikan që sot nuk kam as edhe një lloj biznesit as legal as ilegal në asnjë vend. Por biznesi është siguri, pra është pavarësi për çdo të ri, për çdo familje, kur ti ecën dhe ndërton është edhe krenari, prandaj edhe jam përpjekur që edhe fëmijëve të mi t'ja i njektoj një gjë të tillë dhe ato po tentojnë, ja kanë arritur me hapa të vegjël, nuk janë akoma asnjëri prej tyre pronarët një biznesit, por punojnë, duhet eksperiencë që kur ta fillosh ti je i sigurt në pavarësinë tënde që nuk do të dështosh. Pra i kam thënë mos u ngutni, punoni, nuk është turp që të punoni edhe për dikë tjetër, që kjo ju vlen për të krijuar një ADN personale. Super. Nëse do kishe një buxhet 1 milion euro për me hap një biznes, në çfarë sektorit do ishe fokusu në Shqipëri?
Të them të drejtën, biznesi hapet edhe me pak. Pra nuk është buxheti ai që t'jep sukses, është mendimi, është ideja. Që unë për faktin e keq që nuk e kam si recetë, për faktin që sot është tregu që të orienton, tu nuk ka standarde, s'ka norma, nuk ka matje të tregu dhe kjo është vështirësia. Tu operohet akoma me lekëzeza, tu vinë ato që i kanë paret nga korrupsioni, i kanë paret nga droga dhe prishin edhe rregullat. Dhe kjo e demotivon biznesin e vogël, ato që marrin një iniciativë për faktin që nuk mund t'i konkurrosh këto personazhe që vinë nga bota e krimit dhe kjo është prezente dhe këto Edi Rama e ka kthyer në sistem dhe kjo është një gangren shumë e madhe. Dhe ky realitet do të ndryshonte nëse opozita do të vinte në pushtet, për faktin që jam i sigurt që opozita ka bërë edhe përpara 12 viteve, ka vendosur një taks shesht se ti je i barabartë, e ka formalizuar ekonominë që ti s'ke nevojë të punosh me 2 përdero, nuk i ke ato pengesa, i ke edhe sigurimet e punojësve të garantuara. Por gjithsesi, biznesi hapet edhe me kreditim, hapet edhe me format të tjera, që kjo do të ishte mrekullia kur i ke 1 milion euro. Kështu që çdo njeri do ta provojnë, do të testojnë, jo me hapa të mëdhej. Nuk jam asnjëherë që hapi i parë të bëhet me shuma kolosale, për faktin që edhe nëse do të kesh një dështim, pasojat do të jenë minimale që ti të ngrehesh do të ecësh prapë përpara. Super. A është më mirë me hap një biznes vetëm apo me një ortak? Sipas gjykimit tim, unë jam i prirur që të kesh një ortak. Për faktin që e para nuk ke vetëm një mendje, po ke 2 mendje. Kjo është shumë e rëndësishme. Thojnë një mendje është hiç mendje. 2 mendje janë një gjysmë mendje. Kështu që edhe më tepër se një ortak do të ishte shumë interesante, që kur je një ortak edhe ndan përgjegjësitë, edhe ndan riskun, edhe e menaxhon shumë më mirë ata. Shqiptar për fatin e keq janë të prirur që të jenë të vetëm. Shqiptarët nuk bashkëpunojnë as me vllajin. Dhe kjo krijon një problem. Kjo kur e ndërton të dukesh që ki prek majat, por nëse do të kishe me një ortak, do të ishe akoma një hap përpara. Kështu që me pak fjalë, unë jam për me ortak biznesi, madje me shoqëri akoma një hap më të madh që të kesh edhe një zgjerim, që ta kesh edhe me bord, edhe me vendimarrje transparente, që ke mundësinë që edhe investimi të jetë më i madh, më i kontrolluar dhe më rezultativ. Super. Nëse duke u nis nga aftësitë menaxhuese ose të leadershipit, nëse do kisha hap një biznes me një ortak prej politikës, kush do ishte një figurë? Të them të drejtën, politikanë janë matarpaza. Pra, atë kanë na dënë, nuk është puna se kanë ide biznesit. Edhe këto që janë brenda si biznesmen, to e kanë kësë përdorë politikën. Pra, nësë kemi parë biznesmen që janë fut për të mërët biznesin, për të mërët standardet. Keni gjutin e herë që këto biznesmen kanë hyrë në parlament dhe kanë marrë iniciativa ligjore për konkurrencën, për tregun, për normat, madje edhe ky i riu, ky shehe, ky agroni i riu që do të bëjnë revolucionin. Edhe ky e ka kësë përdorë tribunën. Kur u fut mbrojti biznesin e tij rast unikal, pra foli që Rama i kishte bërë reprezale dhe po sulmonte politikisht, po nuk është tribuna. Se tribunën të kanë votuar qytetarë që të mbrojshin interesin e tyre dhe jo interesin e biznesit tanë. Dhe pa diskutim, Shqipëria është domosdoshme që politika të ndahet nga biznesi, për faktin që s'kemi rregulla, s'kemi norma dhe politikanët kanë keq përdorur këto. Ka politikanë sa të dush, nëse gërmojmë që janë të futur, janë të ndërthurur me pjesën e bizneseve, zeza, të jashtëligjshme, të ligjshme, por kjo e dëmton tregun, e dëmton cilësinë e saj. Kështu që nuk do zgjidha asnjërin prej tyre, edhe do qëndroja larg tyre, kam qëndruar edhe në politikë, në biznes edhe më larg. Okej, super. Cila është një këshill që ke marrë nga një politikan që të ka bërë shumë punë, që e mban mend gjithmonë?
Mund të jetë një shprehje motivuese, mund të jetë një fabull. Ata thëm një për Ramën, se vetëm e kritikoj, ata thëm se kam dëgjuar dhe i fjalë të mirë, se nuk i kisha dëgjuar. Kam qenë në opozit dhe kam pas mesi me Ramën kur ishte në opozit, se kjo si opozitare nuk është e keq. Dialogone, merr këshilla, menon, ka qenë interesant. Këtë e prishi pushteti, egoja e tij e shfenome. Dhe një moment kështu reflektimi me të, kishte një deputet që s'po ja them emrin, që është vinte nga fusha e biznesit, por përveç asaj në standardin tim më dukte që ai ishte shumë primitiv në aspektin e performancë, bërtistet e parlamentit, shpeshherë kur Berisha sulmonte, u ngritë kjo bëte si harbut, edhe i tham, pse i fut këto personazhe? Okej, ke vendos që më marr nga biznesi, merr një njerëz që ka mend, një njerëz që është brenda këtij realiteti, një njerëz që ka një kulturë. Edhe më tha, ti ke një minim gabum tha për këto tha. Pse i thashun? Tha një njeri tha që din me numëru lekët e veta tha nuk është budalla. Edhe ky biznesmeni që Rama kishte marrë aty numëronte edhe lekët e veta, edhe lekët që jepte partisë, edhe përfitonte edhe prej pushtetit. Por kuptohet që si form kjo qëndron që një njeri që i normon lekët e veta është filozofike që mi bë ato leka ka një menje që mund të shndrisë një fushë tjetër, pavarësisht se s'ka kulturën e domosdoshme, pavarësisht se ai nuk dinte as të vishej si njeri që vite me një palë, megjithëse ishte milioner, kishte një palë pustë të shtemta që kishte harë dhe shodhen poshtë, se kishte mundësi mi blej, po si kushtonte rëndësi, por shkëlqente diku në një fushë tjetër. Çfarë rolit lun humori? Ose ka lujt humorin në jetën tonë, në negociata, në biznes, në politikë? Humori pa diskutim që është e rëndësishme kur e ke ADN, pra jetë sforcume. E ke pasi përpiqet e Rama që të bëjnë shkakatorin, po ai s'ka humor. Pse se nuk e ka ADN, se ka pas as Kristaqi, se ka pas as gjyshja, as gjyshi i zogut. Kështu si kur e ke humorin, që për fatin e mirë ne kemi një regjinë që vjen nga humori, të dy, që fillon aty, pra ADN fillon edhe aty ku rritesh, aty ku edukosh, aty ku e një gjën humorin sa dalesh nga shtëpia, aty ku edhe si ke një thojnë me humor e shoqërojnë. Kështu që pjesa e humorit më ka animu, për faktin që në fundit është një niveli i lartë inteligjencë, jo çdo njeri mund të bëjnë humor. Pra shpërtej edhe asaj çfarë një njeri normal mund ketë një logjike, nëse të ke ADN dhe e thua atë në vendin e duhur dhe fjalët e duhura pa diskutim që del nga situata. Po unë shpeshherë kam përdorur këto, edhe në pjesën e negociatave politike, edhe në përballjet politike, edhe në debatet që kam bërë, pra humorin, sarkazmen, ironinë, shëgjitimet politike janë një armë e fortë për një politikan. Dhe për çdo njeri, për realitetit. Me çëna të humori, a je realist, idealist apo interist? Fenomene të trija që do të ketë njeriu, të trija, nuk është puna se janë të ndamem, qase një njeri nuk është universal që ti prekesh të trija këto realitetit, ti dish, ti interpretosh dhe të largohesh nga ajo që nuk është interesante dhe nuk të bjen për shtat, tu besoj që është ajo pjesa e ndarjes që ti do të jesh shumë i vëmendshëm. Okej. Super. Cili është një ndër gabimet që ke bë, që të ka kushtu shumë, po ka një mësim që e ke marrë me veti gjithmonë? Gabime pafund për njeriu. Unë jam njeri që i pranoj gabimet, reflektoj, ja njoh vetes ato, se ka njeri që mendojnë se s'kam gabuar asnjëherë, unë kam gabuar shpesh, ka gabime që të lanë pasoja. Një ndër gabimet që më ka kushtuar rënd, mund të them, në politik ka qenë marrëveshja me Lulzim Bashën. Pra nuk ishte gabimi imi normalisht, po gabimi i vetëm ishte që unë i besova një personit që kam pas një marrëveshje politike
të ndërshkruar me firë, me vula, jo me një, po me 5 vula, edhe të kolegëve të mi, dhe ai nuk e ka realizuar, dhe kjo ishte një kosta shumë e madhe, edhe për karrierën time politike, edhe për familjen time, edhe për partinë që unë përfasoj, pra ishte një gabim zinxhir, çfarë tronditi realisht dhe vazhdon akoma, se prej këtij zinxhirit pata një goditje edhe nga Berisha, pastaj se shkon pjesa. Kjo ja çuj vetë si gabimin më të rënd, pavarësisht se nuk ishte gabimi drejt për drejt imi, por edhe besimi edhe mungesa e njohjes së një personit futet të gabimit dhe unë e pranoj vetes të. Po. Nëse do kishe një orë kohë me pi kafe me një figurë historike shqiptare, këtë do kishe zgjell dhe çfarë do i kishe thonë? Historike në çfarë kuptimit? Për shembull Skënderbeu, pra që kanë kaluar në histori. Pa diskutim me Gjergjin. Gjergj Kastrioti është për mua figura e pakrahasueshme, e parritshme. Figura të tilla linden një herë dhe për fatin e keq ne na duan kaluan 5 shekuj dhe se kemi një të tillë. Më bën keq se e përdorin emra si Spiro Pali me metafora krahasuese, por gjithsesi kur e menon sot se përpara 5 shekujve Shqipëria ka pas një burr, një legjendar që vende në Evropë kanë emrin e tij, rrugë, sheshe, pjaca, buste, që ai ka vendos marrëdhënie diplomatike me shumë vende perëndimore, që ai është vlerësuar nga Vatikani, i cili drejtonte botën në atë kohë, edhe respektin e tij është maksimal, janë shkruar libra për një personazh që ka jetuar 5 shekuj më përpara, besoj që kjo është figura më e madhe, më e parritshme dhe shkreneria jonë kombëtare. Edhe skandalizohem kur dëgjoj ndonjë shqiptar që flet me shigjetime apo për arsye të ndryshme mentalitetit, kjo është një mentalitet anatollak që na shoqëron ne për fatin e keq. Dhe pra jo vetëm që do të kisha kënaqësi, po të them të drejtën kam një adhurim për atë figurë që për mua është i parritshëm. Çfarë do i kishe thonë? Që do i kisha thënë? E pa të thënë një herë, kështu se me humor. Nuk e di e ka pas humor Gjergji, po nuk besoj që ai ka qenë njëri i shpaci jo i humorit. Është fatkeqësi për kombin ton, të them drejtën. Pra, ne kemi orientimin ton. Pra, për ato çfarë Gjergj Kastrioti luftoi, për ato çfarë e ngriti emrin e Shqipërisë, sot ne nuk dim të orientohemi, për fatin e keq as ne, si komb, duke përfshirë edhe Kosovën, duke përfshirë edhe shqiptarët e Maqedonisë, nuk e kuptojnë që ai e mbrojti kombin e vet, për të pasur një fytyrë evropiane, dhe kjo ishte qëllimi kryesor, dhe kjo ishte respekti që Evropa i bëri këtij gigantit, dhe ne nuk arrim ta kuptojmë këtë mesazh, ta përcjellim, ta edukojmë në breza, dhe pa diskutim që këtu ka faj politika jonë, që e shohim të ndënshtruar ndaj pushtuesve tonë. Pra kemi parë kryeministin vetëm që në kulët barkas përballë Erdoganit, një kohë që ato kanë një politik afatgjate që investojnë për mielin e ignorancë në trojet tona me miliona lireta, edhe këto janë të ligjshme, nuk i kanë fare të padukshme. Kështu që në këtë sens kjo është një dramë, dhe do t'i thoja Gjergj në fal. Se nuk dim të orientohemi në rrugën tonë që ti na hape dhe na mbrojte me shpatë dhe me jetën tënde. Të kuptoj. Për me pak prap të humori. A do kishe përësit kafe turk apo ekspres? Me Skënderbeun. Gjergje ka provuar edhe kafen turke. Pra, pavarësisht historisë se si ka përfunuar atje, ai ka pasur një formim të tillë, pra edhe në aspektin e taktikave ushtarake, arriti ti
perfeksionojnë shumë mirë dhe të kalojnë një hap përpara tyre, pra t'i bëjnë, t'i fusin edhe atë trillin shqiptar dhe të ketë rezultat. Kështu si kafe turke nuk do t'ja prishi gjithë. Okej. A është më mirë të kenë frikë apo të respektojnë? Për fatin e keq në politikë është frika primare. Pra, e vren gjithanej. Kjo është çështje mentalitetit, kjo është çështje kulturët, kjo është çështje që në ka shoqëruar për kohë, pra ne kemi një deformim, do ta kuptojmë për 5 shekuj të nështruar të pushtuar nga turqit, për 50 vite komunizëm ne kemi akoma një gëngjena dhe më të madhe, kur njerëzit u servilizoshën, u bëshën servila për qituar, pra servilizmi thoshen është nana të gjitha të mirave në kohën e komunizmit, do të bëshë servil kujtarit të lagjës, sekretarit të partisë, brigadirit, kujdo dhe kjo i cenon të vlerat, do të respektoshë atë fortin, pra të jepshe ati se edhe i regjimi ka pas ato pjesë të fortë edhe të pushtetit edhe pjesë që qarkullojnë. Por pa diskutim që unë nuk jam për atë model, unë jam tek respekti, respekti është forca më e madhe që mund të ketë njëri, që e rreshaton, që editoron atë tjetën që prej respektit, ai të ketë një lloj simpatie apo bashkëpunimit apo misijet për ty. Kuptoj. A ke një rregull personal që nuk e thën kurrë? Në përgjithësi kam rregulla për veten time, shumë, janë disa standarde që unë nuk i thej asnjëherë, pra pjesa e mashtrimit është një standard i vendosur në ADN e shoqëruar, kuptohet që është kultura që merr, që i vogël dhe e kam pas to. Pjesa që unë kur kam 30 vite, kam pas edhe përgjithësi pjesa e vjedhjes e korrupsionit ndaj pjesë publike apo çdo lloj mundësie që të krijohet, e kam pas si ADN, pavarësisht joshës kur i ke ato mundësitë për ta bërë një gjë të tillë, por faktet tregojnë që unë i kam regjistruar, që jam në vetin politikan që jo vetëm s'pakun, por s'kam një raport nga kontrolli i lartë shtetit në drejtues, që kam qenë sekretar bashkie, kryetar bashkie, zëvendës ministri i brendshëm, ministër i shëndetësisë, që ka qenë, se i shohim to ministrat që janë gjithanë të shpërndam, po është e lartë, dikush me farmaci natet, dikush me ditet, dikush me një interes tjetër, ky beqa ja veshi edhe me top fare, dhe për këtë pak të ndjeje mirë, dhe kjo ka qenë pjesa që unë kam pas pak me veten, jo nga frika, nga edukimi që unë kam pas edhe kryeministrin Berishën, që është përpjek me gjitha format, që unë isha pak edhe zëvzek politik që të ma kapin diku bishtin, edhe Berisha e ka vesë, po ta shkeli diku bishtin me një aferë korruptive ose me një vesë që ti e ke të deformuar karakterit, ai të man peng për jetë, ka pas këtë veskes, por unë për fatin kam pas një formim dhe këto janë ato gjëra që unë ka qenë të panekuqësueshme, janë dy kryesorit, por edhe pjesa e besnikërisë ndaj familjes, vlerave, se kjo është kryesore që gjithë thojnë ndaj adheut të spari. Ja, unë kam të parë, nuk kam familjet mbi gjitha, pastaj vinë gjitha pjesë të tjera, partia diku përtej atyre gjërave interesante, edhe pjesa besnikërisë edhe ndaj shokëve, ndaj marrëveshjeve, ndaj çdo gjë e ka krijuar atë pjesën e një ADN apo shtyllën korrizore që unë kam edhe përballë të tjerëve. I kam detyruar për shembull edhe Ramën. Rama në raport me mua i ka mashtruar gjithë tjerët, unë s'mund të them që Rama ka qenë asa kam bashkëpunuar me Ramën që ka qenë një mashtrues me mua, jo. Pse se e ka kuptuar që nuk ka përballë një mashtrues. Kur ke përballë një mashtrues e mashtron. Po. Është një veçori ose dy që të kanë ndihmuar me ecë para në jetë. Veçori nuk është puna se i kupton apo i ke si pasuritë tanën që mund t'ja thush dikuj ose mund t'ja thush edhe fëmijëve tuaj.
janë shumë gjëra që njeriu përpiqet që të ketë në përsosmëri, ndoshta edhe këto që përmenda, janë kryesorët. Ajo që unë jam përpjek gjithmonë është vetvetja. Pra edhe kur vi këtu në një intervistë që është shumë spontane, shumë dashamirëse, me një fushë që njeriu e gjen veten, por unë kam dëshirë që të jem vetvete, as mos mashtoj, as mos flas me fjalë të mëdha, as mos flas ato që nuk i besoj, por pëlqejnë. Pra, kjo është kryesorja që unë kam ndjek. Të jem vetvetja në politikë, të jem vetvetja me shok, të jem vetvetja me familjen, pra mos kem dy standarde, dhe kjo po diskutim që të jep e bërsi dhe besim. Pra, nuk i kisha menu, por të menu në moment. Gjatë kujtes që po e mendosha si virtutin më i madh që ka njeri, kjo është. Super. Qa është një gjatë që t'jep qetësi, paqe, mas një ditet gjatë edhe të lodhshme? Qetësi. Tham të drejtën, unë jam një njeri i qetë, por nuk e kam fitu kështu për joshimit. E kam fitu që unë jam njeri që kam një regjim, pra nuk pi alkohol, nuk abuzoj asnjëherë, nuk pi duhan, që duhani shkurtën cigarën. Pra, kam disa norma që qetësia për mua është shumë e rëndësishme. Madje edhe kur është pjesa e politikës, e marr me sportivitet. Pra, kam pas goditje, e kam marrë gjithmonë me qetësi, me sportivitet, por këtu nuk arrin lehtë. Unë edhe sot merrem me sport, pa diskutim që bëj not çdo ditë. Jam njeri që më pëlqejnë saunat, se nuk është turp me thënë përkundër, që është një burim relaksit dhe qetësie që në çdo lloj momenti që nga kërkesat më të mëdha tentoni me forma edhe me mënyra të ndryshme që ta kthej qetësinë te vetja ime. Pra i kam ato pjesë e ilaçeve mendore, trupore që qetësia të rikthehet. Super. Pak më parë më the që jam njëri i thjesht, si me një politikan, si me një njëri më thjesht, jam vetvetja. Atë ka ndryshu leku edhe pushteti? Të them të drejtën, pushteti ndryshon. Pra, kur ke pushtet, duket se bota sillet rreth teje. Dhe unë kam pas pushtet një moshë fare të re. Pra, kam qenë kryetari i komitetit pluralist në atë kohë që në 91-shin. Pra, kam qenë rreth 30 vjeç kur kam pas një pushtet të tillë. Edhe duket që ti je mbi të tjerë të ketë pushtetin që t'jep, që t'binet polici, që t'binet qytetari, që fjala jote ndryshon gjërat, t'kap kjo lloj smunit, por jam përpjek që ta minimizoj, se e kam ditë rrezikon, se nuk është puna që ashtu të kur nuk e din dhe futesh në atë vorbull dhe kjo i shëshën shumë. Pra, shumica politikanëve degradojnë prej mbi pushtetit, prej këspërdorjes pushtetit, dhe nuk e kuptojnë që ky pushtet nuk është i joti. Është kalimtar, është provizor, dhe tim nëse ke ndryshu, do ta kesh shumë vështirë që të rikthesh tek personi si ishte përpara. Do të kthesh me kosto morale të karakterit dhe shumë rënd. Kështu që unë jam përpjek bile më thonë edhe miqtë e mi, edhe unë kur kam qenë edhe ministër, që kam qenë në vetëm ministër në këto edhe 30 vite në raport me mediat, pra i vetëm ministër që kam kthy përgjigje në SMS. Jo vetëm përgjigje, po edhe bashkëpunim, edhe respektim. Nuk jam shpang intervistave. Më gjej sot një ministër, provoje. Edhe këto që ka Edvini sot, bëja një ftesë për një emision, pyetje një gjë që e ka standard ligjor për këtë përgjigje, as nuk përgjigjen, as nuk dënjojnë. Pse? Se i ka rësyt pushtetit që kujtojnë që e kanë të përjetshëm. Pra atë i kthejnë përgjigje kanë vetëm njëri i Zot Edi Ramën. Edhe këto i kemi dëgjuar shpesh që e thojnë, edhe figurat të reja që tentojnë që të fusin një model të ri në politikë. Kështu që të paktën për këtë jam mirë që pushteti s'm ka ndryshuar asnjëherë, as në raport me shok, as me kolegët, as me ato njerëz që janë nevojtar. Unë flas edhe me një lyps në rrugë. Më njohin ato, edhe prej televizorit, më flasin, në loj, japi një moj me ato mundësi që jam edhe pak e ndjeshëm nga pjesa emocionale dhe nga përfuria e tjetrit, po flas me ta.
është një këtu që rrin aty të blogu, nuk një me pantallona. Ai më thot mu, sa herë më takon rrugë, e kapo, e grupi, ç'kemi, na lëm, me përshëndes, flasim atë nuk vjen turp. Kështu që në këtë aspekt unë çuj vete një njeri normal, që normal jam të barabartë, që nuk është puna se ne kemi pushtetë dhe kemi lekë dhe do të me maj distancë duke njerëzit si miza. Kjo i ka dëmtuar shumë, nuk diskutohet që janë shumë të tillë, unë s'kam pas kur shoqërus, kur isha ministër. Pra, të e ligji, mundësin, i thasha shoqërus, të rri atje, lëvizje vetë, shkoj vetë, jam i lirë, nuk e du, më shqetëson, apo shpesher edhe pa shofer fare, këtë sa dënart kam pas. Ne shkojmë sot që nuk zbret në ministrin nga makina pa i hap derën, pra do të dalin shoferin nga atje dhe kur s'ka shoqërusin të hapen derën, të majnë çadën, ai si ka lek, ka 7 makina, bodyguarda, kot, për pordh, i thojmë në shqiptarët i mbajnë dhe këto janë persona që nuk e kuptojnë që në sytë e njerëzve pisin që krijojnë autoritet fals apo të duken të fortë janë shumë vegjël. Janë as vegjël, janë njerëz as pa dinjitoza sa sikur ta mendojnë për një moment do ta ndryshojnë atë çështje që kanë ndaj vetes. Pak të futbolli. Për kë bën tifo në Shqipëri për futbollin? Kush është interesante që unë kam bërë futboll vet. Kam qenë një futbollist shumë i mirë. Edhe e bukur është që unë nëse kam pas një mbështetje edhe për politikën, manin mend si futbollist, kam qenë qendër sulmues, kam shënuar shumë, kam marrë pjesë në ato kampionatet. Asaj kohë para viteve 90, kam qenë gëllshënuesi më i mirë në Shqipëri, si qendër sulmues, kam qenë një model gjithmonë kur kisha Klisman si model, më thonë trajneri që ti i ngjan atij edhe nga huna madhe, nga flok bjond. Edhe unë kisha modelin e tij, edhe më goditi me kokë, edhe lëvizjet e tij, i kishim edhe, si thoni, idhuj, nostalgji, ishte shumë e rëndësishme. Pastaj u mora me politikën, ishte Miftar Qela, ishte në atë kohë presidenti i Vllaznisë, unë kisha një lloj mbesiet me të, edhe më thonte, më kërkonte disa herë, merrte në telefon, thotë, hajde që të fusim te Vllaznia, le politikën. Po zgjodha politikën. Po të shkruajmë që Vllaznia mbetet skuadra e zemrës, unë nuk kam një që i vogël, mund të isha 10 vjeç, kur babai merrte në stadium, kam pasur edhe babën ndërshëmirës të sportit, i njoh gjithë futbollistë, shumicën prej tyre kam me Messi, po edhe më ato që s'njihemi me emra, historikun, se ishte e vetmja adrenalinë që ne kishim në atë kohë, e vetmja kënaqësi ishte futbolli me shkon stadium dhe me qenë i njoftën me gjithë ata që ka. Pra, ajo ka qenë kryesorja, pastaj më kritikojnë që unë jam tifoz italianëve, por momentin që unë u mora me futboll vet, kisha model Klismanin dhe kisha pa diskutim me gjermanët, dhe thonë një vetmi tifoz në botë që ke edhe Italinë për zemër edhe Gjermaninë. Okej. Dy pyetjet e funit. Nëse politikën shqiptare do e përshkruaje me një pjatë ose një gatim, si do e përshkruaje? Imam Bajaldi. Çorb. Një çorb turke prishur. Që mos me galltit edhe ato vetë. Pa diskutim që politika është problemi kryesor i vendit tonë. Nëse ne do të kishim pas politikanë të përgjegjshëm që kishin bendu për vendin, Shqipëria do të ishte krejt ndryshe. Pra nuk do të them që do të kishim krahasuar, nuk do të kishim Zvicër, por do të ishim një vend konkurrues me një turizëm model, me infrastrukturë tjetër, se kjo është çështje e mentalitetit, është çështje e mendimit. Se 20 shtëpi, imagjinoje që se si i përdor financat, a rregullon banjën përpara pllakat apo rregullon ekonominë familjare në një dimension tjetër, për shkollimin, për shnedin, për derën ta kesh sigurt e shumë gjëra tjera. Pra ne kemi pas njerëz që kanë administruar buxhetin ton, krye familjar sa Shqipërisë të mëdha aventurier, të papërgjeshëm, që i kanë krijuar drama, probleme e këtij popullit. Ja ku kemi këtë sot. Domethënë një aventurier që i teket ti, që thotë që unë do të
bëj thot me miliona $, sterilizimin e shëndetësisë. Kam qenë ministër vetë. As edhe një lloj probleme s'ka pas sterilizimi. Asnjëherë nuk ka qenë kërkesë për faktin që është detyrë funksionale që e bën infermierja. Edhe janë gjitha pajisjet që ekzistojnë. Pra kjo e futi shërbim thjesht për të vjedhur me oligartë e tij dhe kjo jep një kosto shumë madhe ekonomisë zvenit, apo këto rrugë që paguajmë taksa në. Nëse ai rrugë bëhet me një standard me një minimum lekë, kjo e bën me 5 fishin dhe ne paguajmë taksën më të madhe atë. Dhe kjo është që ndikon te xhepi jon, te ekonomia jon, pra me politikan hajdutat, pa përgjegjshëm, të pa logjikshëm, vund veni dhe kjo e ka ngadalsu Shqipërinë, vendin tonë për qenë një vend model. Shoqë vetja ime që nëse flasim për një përgjegjësi që jam 30 vite edhe unë jam pjesë e kësaj, për të paktën një gjë që kam pas në dorë, edhe sot paktën unë paktën jem krenar, se nëse ka pas sondazhe të tilla të bluzët e bardha, thonë që për as kohë sa unë isha, të paktën i kam vendosur disa standarde, i kam dhënë respektin që kanë merituar bluzët e bardha, që në pagesat që janë rritë rrogat në atë kohë, që në bashkëpunimin tim, pra është vetëm një periudhë e artë që vetëm specializime kam dërguar me qindra mjek, të cilët e kanë kthy shërbimin në Shqipëri. Pra nëpërmjet marrëveshjeve, nëpërmjet kontakteve, çdo gjë ne kam përdorur në funksion të asaj, apo që kam shtuar me qindra jetë qytetarësh, që unë kam bërë një marrëveshje me trajtim pa pagesë me Turqinë, pa limit, me Greqinë, me një marrëveshje standarde të rritur, thjesht për këtyre kontakteve që edhe as më tepër me Italinë, që kam pas një mbështetje jashtëzakonisht madhe. Pra njeriu që ka një përgjegjësi përpiqet që të bëjnë maksimalen. Unë mendoj e primgjes deri në darkë vetëm se çfarë do të bëj për këtë punë që unë kam me përgjegjësi. Edhe kam marrë stafin më të mirë që kanë qenë në Shqipëri. Pra nuk kam qenë mendja unë, por kanë qenë ato mendje që unë i mora, që më orientonin mua, këshillonin mua që unë bëja më të mirën. Këto mendojnë që i dinë gjitha vetë, i dinë për të abuzuar, për të vjedhur, por jo për të shërbyer qytetarëve dhe vendit të tyre. Të ndoka unë ju falenderoj që ishin pjesë e këtij podcasti. Kënaqësi ishte kënaqësi, më të vërtetë unë ndjeva mirë, sukses edhe për emisionin tuaj. Faleminderit.